Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shërbimi i qeverisë për punë të brendshme dhe të përgjithshme i Republikës Maqedonisë së Veriut kërkon falje për shpërndarjen e materialeve që e trajtojnë Kosovën si pjesë e Serbisë. Një shkresë zyrtare drejtuar ambasadës Kosovës shërbimi i qeverisë në Shkup e cilësoi rastin si një gabim teknik dhe ka njoftuar se materiali do të tërhiqet menjëherë nga përdorimi. Shqetësimi erdhi pasi materialet promovuese të shpërndara në përfaqësitë diplomatike ishte e premtuar një hartë ku Kosova paraqitej si pjesë e Serbisë. Materiali në fjalë i dërguar në disa ambasada ishte i shtypur vetëm në gjuhën maqedonase dhe i shoqëruar me një hartë shumë ngjyrëshe të Europës. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut Timço Mucunski dënon incidentin ku një person thyen derën e ambasadës bullgare në Shkup. Ministria e Brendshme po i kushton vëmendje të madhe hetimit, por dua të theksoj se për ngjarjen ka një përgjigje institucionale të shpejtë dhe efikase, deklaroi ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut Timço Mucunski. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se është ndaluar personi që dëmtoi xhamin e derës hyrëse të ambasadës së Bullgarisë në Shkup. 54 vjeçari u ndalua në mesditën e së ënës në Shkup. Vjojnë hetimet për zbardhjen e ngjarjes. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Shqipëri miratoi kërkesën për pajisjen me flet tip për mbledhjen e nënshkrimeve për zhvillimin e referendumit të përgjithshëm për shfuqizimin e ligjit për barazinë gjinore. Kërkesa u paraqit nga grupi nismëtar për referendumin e përgjithshëm për çështjet e rëndësisë së veçantë, mbrojtje e familjes. Shqyrtimi i kësaj kërkese u shtyp për në seancën e radhës dhe u la kohë grupit nismëtar për qartësimin e çështjeve të rëndësisë së veçantë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, kërkoi rritjen e numrit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit mbështetës në sistemin e drejtësisë si një kusht thelbësor për përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të saj. Në fjalën e mbajtur në konferencën Cilësia e drejtësisë në Shqipëri, Gonzato theksoi se drejtësia dhe sidomos dhënia efikase e drejtësisë është në thelb të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe përjedhoi një prioritet kyç i mandatit të tij. Është gjithashtu e qartë edhe që këto sfida tashmë kërkojnë veprime vendimtare nga të dyja këshillat. Para së gjithash, përmes rritjes së nivelit të personelit në të gjitha gjykatat. E thënë thjesht, na duhen më shumë gjyqtar, na duhen më shumë prokuror, të mbështetur nga një numër i mjaftueshëm këshilltarësh ligjor dhe asistentësh ligjor. Gonzato vuri në duke se ngarkesa e lartë me çështje dhe stoqjet e prapambetura përbën një sfidë serioze për gjyqtarët dhe prokurorët, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e vendimarrjes. Gjykata, duke patur të gjithë gjyqtarët në detyrë me një numër të mjaftueshëm asistentësh ligjor, funksionojnë më mirë. Dhe gjykata e lartë është shembull i qartë i kësaj çështje. Këshilltarët ligjor janë një element thelbësor për të garantuar cilësinë e drejtësisë. Kreu i gjykatës së lartë kërkoi që rritja e shpejtësisë për shqyrtimin e dosjeve të mos bëhet shkak për uljen e cilësisë së vendimarrjes. Gjatë konferencës kombëtare Cilësia e drejtësisë Sokol Sadushi nënvizoi se cilësia nuk matet vetëm me shpejtësinë e gjykimit apo uljen e ngarkesës së çështjeve, por mbi të gjitha me forcën e arsyetimit, qartësinë dhe me parashikueshmërinë e vendimarrjes. Kreu i gjykatës së lartë nënvizoi se drejtësia nuk mund të matet vetëm me numra. Cilësia e drejtësisë nuk matet vetëm me shpejtësinë e gjykimit apo uljen e ngarkesës së çështjeve, por mbi të gjitha me forcën e arsyetimit, qartësinë dhe me parashikueshmërinë e vendimarrjes. Shpejtësia është e rëndësishme, por shpejtësia pa arsyetim dhe pa koherencë kthehet në rrezik për sigurinë juridike. Ngarkesat dhe pravameta janë realitete që ne nuk i shmangim lehtë. Megjithatë, drejtësia nuk mund të matet vetëm me numra. Treguesit statistikor janë të dobishëm, por prova kryesore mbetet vendimi i arsyetuar, i kuptueshëm dhe i zbatueshëm. Tha kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.